në të gjithë shëmtin e tij narkoshtetin shqiptar, lidhjet organike të atij që e quajnë tashmë mediat ndërkombëtare Noriega i Shqipërisë apo Ramaduro i Europës. Dje u shpallën organizatë terroriste me sanksione të thella vëllezërit Hysi, miq dhe favorit të Noriegës apo Ramaduros. Mediat botërore sot në të katër anë të planetit informojnë këtë vllazëri. Këta janë 4-5 vëllezër. Si parelarësit kryesor të Sinaloas të Meksikës. Sinaloa e Meksikës është ndofta karteli më i fuqishëm i drogës në botë. Dhe jo vetëm i drogës, i shumë aktiviteteve tjera kriminale. Perendoria e miqve të Edi Ramës njoftojnë mediat botërore, perendoria ekonomike e tyre shtrihet në shumë vende. Në Kanada, në zonat e indianëve të Kanadas që kanë një lloj autonomie me pallatin magjik, me dhjetra restorante, hotele dhe klube, por ato nga Quebeku dhe zonat e indianëve të Kanadas gjerë në Palermo të Italisë numrojnë në Vlorë, në Tiranë, në Shqipëri numrojnë me qindra biznese, por në tërësi kazino lojra fati me cilat në një marrëveshje lajnë miliardat e Sinaloas të Meksikës. Famoz vetëm restoranti Mirela restoranti, që mban emrin e bashkëshortes, ka transferuar në Shqipëri dhjetra milion euro nga zonat e indianëve të Kanadas. Tani, këtu kemi disa sekuenca pra janë mediat Reuters, është Reuters, agjencia kryesore e lajmeve në botë, që njofton sanksionet kundër familjes të perendorisë së kazinove meksikane dhe që lanë fondet e kartelit dhe që është i lidhur direkt me Edi Ramën. Vazhdojnë.
Meksika i mbyll 13 kazino. Shqipëria asnjë kazino nuk i mbyll. Tjetër. Qeveria e Meksikës dhe thesari gjuajnë apo godasin grupin kriminal të sektorit të Bixhosit, lojrave të fatit. Lajm tjetër, është lajm botror. Tjetër.